Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 22 vjeçe dhe ajo natë më ka mbetur në mendje si një pikë kthese e heshtur. Jo sepse ishte dramatike, por sepse më bëri të kuptoj gjëra për veten që nuk i kisha menduar kurrë seriozisht. Ishim shoqe prej vitesh. Ajo ishte personi që më njihte më mirë se kushdo. Dinte kur unë gënjeja, kur shtiresha, kur isha e fortë, kur kisha nevojë vetëm për një përqafim. Kishim kaluar net pafund bashk, duke parë filma, duke folur për djem, për zhgënjime, për ëndra që dukeshin shumë të mëdha për moshën tonë. Atë mbrëmje gjithçka dukej normale. Ishim shtrirë në krevat, pranë njëra tjetrës si gjithmonë. Dhoma ishte gjysmë e errët, vetëm drita e ekranit që lëvizte butë mbi fytyrat tona. Ajo ishte shumë pranë meje, aq sa ndjeja ngrohtësinë e trupit të saj. Filloi me një përqafim më të gjatë se zakonisht. Pastaj me dorën e saj që qëndroi pak më shumë mbi krahun tim. Ishte një prekje e butë e ngadalt. Nuk u ndjeva e kërcënuar, përkundrazi ndihesha e sigurt. Me të gjithmonë ndihesha shumë mirë. Heshtja mes nesh u bë më e thellë. Nuk ishte e sikletshme, por ishte e mbushur me diçka të pashprehur. Dora e saj lëvizi ngadalë me kujdes, sikur po më pyeste pa fjalë nëse ishte në rregull. Zemra ime filloi të rrihte më shpejt. Mendja më thoshte të kuptoja çfarë po ndodhte, por trupi im po reagonte para se ta arrija të analizoja. Kur prekja e saj u bë intime, ndjeva një val të fortë ndjesish. U nxeha, u utova, u zhyta në atë moment. Ishte e çuditshme sepse nuk ishte diçka që e kisha planifikuar apo fantazuar më parë. Por reagimi im ishte i sinqert. Trupi im u përgjigj natyrshëm, pa pyetur logjikën. Ajo më pa në sy, kishte një lloj brishtësie në shikimin e saj, sikur kishte frikë të mos më humbiste nëse po gabonte. Por unë nuk u tërhoqa, nuk e ndalova. Ishte një përzierje kurioziteti, besimi dhe një ndjesie të re që po lindte brenda meje. Çdo gjë ndodhi ngadalë, pa nxitim, pa fjalë të mëdha, vetëm frymarrje që ndryshonte, duar që kërkonin dhe sy që pyesnin. Në atë moment nuk mendova për etiket, nuk mendova çfarë do të thotë kjo. Mendova vetëm për ndjesinë e të qenit pranë dikujt që më njihte thellë dhe që po më prekte me kujdes, jo me nxitim. Kur gjithçka u qetësua, mbetëm të shtrira pranë njëra tjetrës. Nuk folëm për disa minuta. Ishte një heshtje e mbushur me emocion. Ndjesha e turbullt, por jo e penduar. Ishte më shumë si një zbulim i vetvetes. Të nesërmen u zgjuam dhe rutina vazhdoi. Bëm kafe, qeshëm, dolëm, folëm për gjërat zakonshme, por mes nesh kishte diçka të re, një sekret i përbashkët që nuk e dinim ende si ta përkufizonim. Jam 22 vjeçe dhe po kuptoj që identiteti dhe ndjenjat nuk janë gjithmonë të drejta dhe të parashikueshme. Ndonjëherë një moment të bën të kuptosh që brenda teje ka më shumë nuanca se sa ti ke menduar. Nuk e di ende çfarë do të thotë ajo natë për ne. Nëse ishte thjesht një moment kurreshtje apo fillimi i diçkaje tjetër. Por e di që nuk ishte turp. Ishte një përjetim i sinqert, i butë, i ndërtuar mbi besim. Dhe ndoshta ajo është gjëja më e rëndësishme që mbaj mend nga ajo natë.